Përshëndetje të ngrohta, miq të dashur. Unë jam Liriana, një vajzë e thjesht nga fshati i vogël i Beratit. Aty ku malet e gjelbra u takojnë me diellin e ngrohtë të Shqipërisë. Sot, në këtë ditë të vjeshtës së butë, ku gjethet bien si lotët e fshehur të zemrës sime, vendosa të ndaj me ju një histori që më ka ndryshuar jetën, një histori e dashurisë, e ëndrave të guximshme dhe atij takimi magjik që nuk e prisja kurrë. Është historia ime, e vërtet si dielli mbi kodra, emocionale si këngët e nënës sime në mbrëmje. Le të fillojmë udhëtimin bashk, hap pas hapi, derisa të arrijmë te fundi i saj i ëmbël. Por mos u nxitim sot vetëm hyrja, si një çaj i nxehtë që pihet ngadalë për të shijuar aromën. Unë kisha 24 vjeç kur gjithçka ndryshoi. Jeta ime ishte si një rrugë e ngushtë fshati, e qetë, e mbushur me punë në ar, me ëndra të vogla për një shtëpi të vogël me një kopsht plot lule, dhe ndoshta një burr të mirë që të më mbante dorën në festat e fshatit. Familja ime ishte e varfër, por e pasur me dashuri, baba im me duart e ashpra nga plugu dhe nëna ime që këndonte himne për tokën tonë të bekuar. Unë punoja si ndihmuese në një dyqan të vogël në qytet, duke shitur fruta të freskëta dhe duke ndërruar për botën përtej maleve. Ishte një jetë e kënaqshme, por brenda meje digjej një zjarr i vogël, dëshira për diçka më të madhe, për një dashuri që të më çlironte nga rutina e përditshme. Atë mbrëmje vjeshte, kur era fërshëllente lehtë nëpër pemët e ullinta, unë ula pranë dritares sime të vogël, duke shfletuar një revistë të vjetër që kisha gjetur në dyqan. Ishte plot me histori të grave që kishin gjetur fatin e tyre në vendet e largëta, Amerikë, Evropë, e madje edhe Afrikë. Një foto më tërhoqi vëmendjen. Një grua shqiptare me buzëqeshje të ndritshme, krah një burri të errët me sy si dete tropikale. Martesa ime me një milioner afrikan. Një histori dashurie ndërkontinentale, shkruante titulli. Zemra ime pulsoi fort. A do të ishte e mundur? Unë, Liriana nga Berati, të takoja dikë që të më shihte si një yll në qiellin e tij. Me lotët që më mbulonin syt, vendosa, do të provoj. Do të krijoj një profil në atë faqen e internetit për njohje ndërkombëtare që e kisha parë në revistë. Nuk dija se çfarë do të ndodhte, por ndihesha e gjallë, si një zogull që hap krahët për herë të parë. Kështu filloi aventura ime. Unë jam Liriana dhe sot zemra ime rre më fort se dje, sepse do t'ju çoj në atë natë kur gjithçka u ndes si një yll i ri në qiellin tim të errët. Ishte një të premte, ora 11 e natës, kur drita e dobët e llambës së dhomës sime ndriçonte fytyrën time të zbehtë në ekranin e telefonit të vjetër. Nëna flinte në dhomën ngjitur, baba rinte jashtë duke pirë duha me shokët dhe unë, e vetmuar me ëndrrën time, po krijoja profilin në atë faqen e njohjeve ndërkombëtare që quhej Lovatros Continents. Me duar që dridheshin si gjethet në erë, shkrova emrin tim të vërtet. Liriana Hoxha, 24 vjeç, Berat, Shqipëri. Pastaj erdhi pjesa e vështirë, përshkrimi. Çfarë të thoja? Nuk isha as modele, as e diplomuar në universitet. Isha thjesht unë, vajza që dinte të gatuante byrek me spinaq, që këndonte këngë popullore në dasma fshati, që ndëronte të shihte oqeanin një ditë. Shkrova me zemër, jam një vajzë e thjesht shqiptare me zemër të madhe. Kërkoj një burr që të më dojë ashtu siç jam, me të qeshurat e mia të larta, me lotët e fshehur, me duar që punojnë dhe me shpirtin që kërkon dashuri të vërtetë. Nuk kam pasuri, por kam një shpirt që digjet për jetën. A do të më mbash dorën ti, kushdo që je? Ngarkova një foto të vetme, atë që më kishte bërë kushërira ime në kopshtin e shtëpisë, me flokët e lirë, me një fustan të bardhë të thjeshtë, dhe me sytë që shikonin drejt kamerës si të thoshin, më gjej. Pastaj shtypa butonin publish, dhe u ula dhe prita. 1 orë, 2, 3, asgjë. Vetëm tingulli i qenit të fqinjit që le në errësirë. Pastaj në orën 3, 17 të mëngjesit bipi një njoftim. Zemra ime u ngrit në fyt. Ishte ai. Emri Musa Kamara. Mosha 38 vjeç. Vendodhja Lom, Togo. Profesioni si përmarrës në import e eksport diamantesh. Fotoja e tij. Një burr i gjatë me lëkurë si çokoladë e errët, me kostum të zi të përshtatur, me sy që dukeshin si liçenet e qetë në dritën e diellit tropikal. Dhe mesazhi i tij i parë i shkruar në anglisht të pastër, por me një ngrohtësi që ma shkrinte zemrën. Përshëndetje, Liriana. Emri im është Musa. Pash profilin tënd dhe ndjeva diçka që nuk e shpjegoj dot. Ti duket si një lule që ka lindur në mal, por që meriton të shoh botën. A do të më lejoje të njoh më shumë? Nuk jam vetëm i pasur me para, jam i pasur me zemër që kërkon një grua si ti. Lotët më rodhën pa leje. Nuk dija çfarë të bëja.
I tregova nënës të nesërmen ajo qau, pastaj qeshi, pastaj më tha, vajz, ki kujdes. Por nëse zemra të thot po, shko. Unë I shkrova përsëri atë natë. Dhe kështu filloi biseda jon, çdo mbrëmje, çdo mesnat, me fjalë që fluturonin si zogj nga Shqipëria në Afrikë. Është shtuna e dytë pas mesazhit të parë, dhe unë jam ulur në dhomën time të vogël, me një shall të bardhë mbi shpatulla, sepse era e vjeshtës hyn nga dritarja e qarë. Telefoni është në tripodin e bërë nga 3 libra të vjetër. Njëri është Kështjella e Kadares, tjetri një fjalor anglisht shqip, dhe I treti një libër gatimi që ma kishte dhënë nëna. E kam veshur fustanin më të mirë, atë të kuqeremt që ma kishte qepur gjyshja për ditëlindjen time të 18 të. Flokët I kam lëshuar, pak të valëzuara nga lagështia, dhe buzët I kam lyer me atë ngjyrën e qershisë që e kisha ruajtur për raste të veçanta. Ora 21:47. Bipi Musa është online. Më shkruan, gati lulja ime shqiptare, do të shoh për herë të parë. Unë I përgjigjem me një emoj zemre që dridhet. Pastaj shtyp video call. Ekrani erësohet për një sekond dhe ja, ai është aty. Fytyra e tij është edhe më e bukur se në foto. Syt I ka të mëdhenj, të zinj, si 2 puse pa fund. Buzëqeshja I hapet ngadalë, si dielli që del pas rreve. Prapa ti I shoh një dhomë të madhe, me tavan të lartë, me një llampë kristali që shkëlqen si yje. Ai mba një këmishë të bardhë të hapur të qafa, dhe një zinxhir ari I holli shkëlqen në qafë. Liriana, zëri yt është edhe më I ëmbël se sa imagjinova. Musa me një theks të butë franko-afrikan, si val që përplasen në breg. Unë qesh, por lotët më dalin pa leje. Nuk di çfarë të them. Ai e vëren. Mos qaj, princesh. Unë jam këtu. Tani e ti, unë, dhe 6.000 kilometra që do t'i shkurtojmë së shpejti. Ai më tregon shtëpinë e tij, një vil me pishin, me palma që valeviten në erë, me një piano të madhe në sallë. Pastaj më pyet për mua. Unë I tregoj dritaren time, ullin t'jashtë, foton e babait dhe nënës në mur. Ai dëgjon si të isha poema më e bukur në botë. Ti je si diamanti që unë kërkoj çdo ditë në minierat e Sierra Leones, më thot. Por ti je më I çmuar, sepse ti je I vërtet. Unë I them për ëndrrën time të oqeanit. Ai qesh, në lom deti është blu si sytë tu. Do të çoj atje. Do të ecim zbathur në rër, dhe unë do të mbaj në krah kur valet të vinë. Biseda zgjat 2 orë. Në fund, ai më këndon një këngë në gjuhën në një melodie ngrohtë, si djepi që të lëkun. Unë I këndoj një copës nga Xhamadani via via. Ai e quan kënga e shpirtit tim të ri. Kur mbyllim, ai më thot fjale që ma ndryshuan botën. Liriana, unë jam I dashuruar. Jo me fustanin tënd, jo me flokët, me ty. Do të vi në Shqipëri, do të takoj, dhe pastaj do të marr me vete. Për gjithmonë. Unë mbyll telefonin dhe qaj si fëmijë. Nëna hyn në dhomë më përqafon. Vajza ime, zemra jote foli. Tani le të shohim çfarë do të thot fati. Ishte 17 nëntor, një diel e ftohtë. Por dielli shkëlqente sikur e dinte se çfarë do të ndodhte. Unë kisha kaluar natën pa gjumë. Kisha lar dyshemen me sapun trëndafili, kisha veshur fustanin e ri të blertë që ma kishte dërguar Musa me postë me një shënim. Për ditën kur do të shoh me sytë e mi, dhe kisha mbushur shtëpinë me lule të egra që I kisha mbledhur vet nga kodra, ora 11:03. Një zhurmë motori. Një Range Rover I zi me xhamat e errët ndalon para portës son të drurit. Fqinjt dalin në balkone. Qent lehin. Nëna më kap dorën, vajz, frym thellë. Unë nuk marr frym fare, dera hapet. Musa del jashtë, më I gjatë se që imagjinova, me një pallto leshi gri që I bie mbi shpatulla, me një shall të kuq të lidhur si mbret. Në dorë mba një kuti të madhe prej drurit të gdhendur, dhe në tjetrën një buket me 100 trëndafila të bardhë. Syti ka të lagur, ecën drejt meje, si në ngadalë. Unë jam ngrirë te porta, Liriana më në fund. Zëri I tij është I ulët, I dritshëm. Më kap fytyrën me duar të ngrohta. Më puth ballin, pastaj më përqafon aq fort sa ndje rrahjet e zemrës së tij mbi të timen. Baba del jashtë, me mustaqe që I dridhen nga emocionet. Musa I lëshon një përkulje të thellë, si në filma. Zotëri Hoxha, unë jam Musa. Vi nga Togo për të kërkuar dorën e vajzës suaj. Jo si një I huaj, por si një djalë që e do Lirianën më shumë se jetën. Pastaj hap kutin. Brenda është një unaz me diamant të kaltër. Aq e madhe sa shkëlqen si një copës qielli. Por ajo që më bën të qaj është gjurmë me një bilete avioni. Tiranë Lom 1 dhjetor. Emri, Liriana Hoxha Kamara.
Nuk dua të marr me forcë, më thot Musa. Dua të marr me dashuri, të tregoj botën time. Pastaj ti vendos. Por unë e di, ti e shtëpia ime e re. Nëna qan. Baba e përqafon. Fqing duar trokasin. Unë them pëpa e menduar 2 herë. Mbrëmja është si dasmë. Musa gatuan një pjatë togoleze me banane të pjekura dhe erza të ëmbla. Unë i këndoj moje bukura more. Ai më tregon foto të shtëpisë së tij, një kopsh me papaja, një dhomë për mua me pamje nga deti, një piano ku do të mësoj të luaj. Pastaj më puth për herë të parë në dritën e hënës, pranë ullirit ton të vjetër. Puthja është ngrohtë e gjatë si premtim. Kur ai largohet natën, më lë një letër, nesër do të vi sërish. Dhe çdo ditë derisa të jesh gati të fluturosh me mua. Unë jam Liriana, tani Liriana Kamara, dhe sot po shkruaj nga balkoni me pamje nga Oqeani Atlantik, ku valet përplasen si duartrokitje për dashurinë tonë. Është 2 nëntor, një vit pas asaj dite kur Musa zbriti në Berat. Dielli është i kuq si zemra ime, dhe unë mbaj në gisht unazë me diamant të kaltër që shkëlqen çdo herë kur e shikoj. 1 dhjetor, Lom, Togo. Dasma jon u bë në kopshtin e vilës së Musës, një hapësirë e madhe me palma që valeviteshin si flamuj festash. Qielli ishte i kaltër pa re, dhe era sillte erë kripe deti dhe lulesh frangipani. Unë veshja një fustan të bardhë me qëndisma shqiptare, xhamadanin tim të vjetër të qepur nga gjyshja, por të zgjeruar me dantella togoleze. Flokët i kisha të lëshuar, me një kuror lulesh të bardha dhe të kuqe, ngjyrat e flamurit ton të ri. Nëna dhe baba ishin aty, baba me kostumin e tij të vetëm, nëna me lotët që i shkëlqenin si diamant. Musa më priste te altari i bërë nga druri i palmës. Ai kishte veshur një tunika tradicionale togoleze të bardhë me qëndisma ari, dhe në qaf një varse me stemën e familjes Kamara. Kur më pa, syri i tij u mbush me lot. Liriana, ti e Shqipëria ime që erdhi në Afrikë. Ceremonia ishte një bashkim i 2 botëve. Imami lexoi sure nga Kurani. Prifti ortodoks shqiptar bekoi unazat. Fëmijët togolez kënduan një këngë dashurie në gjuhën e. Unë dhe Musa shkëmbyen betimet tona. Musa, të premtoj Liriana se do të dua si detin që përqafon bregun çdo ditë, çdo val, çdo frym. Unë të premtoj Musa se do të jem ulliri yt në kopshtin tënd e fortë, e gjelbër dhe gjithmonë pranë teje. Pastaj erdhi vallja e parë, unë kërcova vallën shqiptare të dasmës, ai vallën togoleze të gëzimit. Pastaj të 2 bashk, nën tingujt e një këngë që e kishim shkruar vetë. Nga Berati në Lom, zemra ime gjeti shtëpi. 1 vit më vonë, sot jetoj në një botë që e ndëroja vetëm në revista. Kam një kopsht me trëndafila shqiptare që i mbjell vetë. Gatuaj byrek për mish togolez dhe ata më mësojnë të bëj fufu me salcë arachidi. Musa më çon çdo fundjavë në plazh e cim zbathur, dhe ai më mban në krah kur valët vinë siç premtoi. Unë jam gruaja e tij, partnerja e tij dhe nëna e ardhshme, sepse tani në barkun tim rre një zemër e re, një fëmijë që do të ketë gjak shqiptar dhe togolez, që do të flas shqip dhe jo, që do të doj byrek dhe banane të pjekura. Mesazhi im për ju. Nëse zemra juaj flet, dëgjojeni. Dashuria nuk njeh kufi, as pasuri, as ngjyrë lëkure. Ajo është si dielli. Lind çdo mëngjes, pa pyetur ku je ti. Unë isha vajza e thjesht nga Berati. Tani jam mbretëresha e një perandorie dashurie. Faleminderit që më shoqëruat në këtë udhëtim. Nëse doni, shkruani historitë tuaja në komente. Ndoshta dikush do t'ju gjej juve, ashtu si Musa më gjeti mua. Me dashuri të pafund nga Lom në Berat dhe kudo që jeni ju, Liriana Kamara fund.